Kina po harton një plan sfidues kundër dominancës amerikane në financat globale, duke implikuar ndikim më të madh të monedës vendase përballë dollarit të plotfuqishëm amerikan. Pas siguritë gjeopolitike të nxitura kryesisht nga politika ekonomike e presidentit Trump, kanë shtyrë dollarin në rënjen më të madhe prej 4 vitesh. Ndërkohë, investitorët po dynden drejt aseteve të sigurta, duke çuar çmimet e arit në nivele rekord prej më shumë se $5,500 për oncë. Kjo i ka dhënë shtetit aziatik mundësinë e artë në promovimin e monedhës yuan si një alternativë e qëndrueshme ekonomike. Revista kryesore e ideologjisë së Partisë Komuniste publikoi vërejtjet e presidentit Xi Jinping që përshkruanin planet për ta shndërruar yuanin kinez në një monedhë rezervë globale. Ky është roli që luan aktualisht dollari amerikan, duke bërë atë një nga investimet më të sigurta në botë. Askush nuk pret që kjo të ndryshojë sa hapen mbyll syt. Por rënja e ndjeshme e vlerës së dollarit gjatë administratës Trump shihet që u ka hapur dyert sfidave të mundshme. Udhëheqësi Jinping u tha zyrtarëve qeveritar se Kina duhet të aspirojë krijimin e një monedhe të përdorur gjithësisht në tregtinë ndërkombëtare dhe konvimin valutor me një bankë qendrore të fuqishme dhe aftësinë për të tërhequr investimet dhe ndikuar në çmimet globale. Por ndërsa Kina e ka portretizuar yuanin si një monedhë të përshtatshme dhe të sigurt për tregtinë globale, ekspertët thanë se kontrollet e rrepta mbi lëvizjen e parave brenda dhe jashtë vendit do t'i dekurajojnë investitorët dhe institucionet financiare që të mbështeten në rezervat e monedhës.